Miqtë të Channel One, jemi në hapësirën aktualitet, do t'jemi së bashku për 30 minuta. I ftuari në këtë bisedë është nënkryetari i Bashkisë Tiranës, Edmond Panariti. Do të flasim gjërësisht për realizimet dhe objektivat e kësaj bashkie, tashmë janë mbushur edhe 100 ditë pas 8 majit. Zoti Panariti, faleminderit që pranuat ftesën dhe kënaqësi. Faleminderit dhe ju që më ftuat në këtë bashkëbisedim. Fillimisht një opinion tëndin dhe gjithçka që u realizua në 100 ditë. Tashmë ka pak ditë që keni bërë dhe një rezume të gjithçka u bë në këtë ditë. Do doja edhe një herë të ripërsërisnim. Padyshim. Një është një kënaqësi që më jepet mundësia për të shprehur për arritjet tona, për objektivat e realizuara brenda 100 ditësh. Jam vërtet i kënaqur të konstatoj që objektivat e shpatura nga kryetari Basha për të realizuar brenda 100 ditësh tashmë janë të realizuara. Biles një pjesë të tyre dhe mjaft përpara 100 ditësh, për hir të vërtetës. Këtu do të përmend disa nga objektivat të cilat u përmbushën brenda 100 ditësh të mandatit tonë. Në radhë parë, një nga premtimet madhore të zotit Basha dhe që më takoi dhe mua për ta mbuluar direkt ishte krijimi i Agjencisë për Mbrojtjen e Konsumatorit. Ky ishte institucion i ri që u bë pjesë e strukturës së Bashkisë së Tiranës. Dhe nevoja e krijimit të institucionit ishte më e madhe se kur, sepse interesat e konsumatorit në këndvështrimin tim nuk kanë qenë mbrojtur dhe trajtuar si duhet deri tashti në Tiranë. Ka pasur shumë abuzivizëm, ka pasur shërbime jashtë standardeve që padyshim kërcënonin jo vetëm interesat direkt konsumatorit, por nganjëherë edhe shëndetin e tij. Prandaj Agjencia e Konsumatorit ishte një institucion që i duhej Bashkisë së Tiranës, po jo vetëm Bashkisë së Tiranës, por komunitetit të Tiranës, popullit të Tiranës, konsumatorit të Tiranës, në mënyrë që shërbendet si garant për mbrojtjen e interesave të qytetarëve. Me të mandatuar nga kryetari Basha për të krijuar këtë institucion, unë fillova punën menjëherë, duke krijuar 3 grupe paralele pune. Grupi i parë ka qenë grup profesionistëve, teknicianët, të cilët zgjodhen modelet më të mira të bashkive homologe në Bashkimin Evropian, që kishin struktura paralele që mbronin konsumatorin. Kemi konsultuar në websajtet përkatëse, zyrat përkatëse për mbrojtjen e konsumatorit në Bashkinë e Vienës, në Bashkinë e Dublinit, në Bashkinë e Barcelonës, por edhe matan oqeanit në kontinentin Amerikan, Bashkinë e New Jersey të Chicagos. Natyrisht modelet ishin nga më të ndryshëm. Kishin modele të mbrojtjes konsumatorit që përqendroheshin kryesisht në aspektet edukative, pra çfarë duhet ketë parasysh konsumatori kur i drejtohet një shërbimi, kur i drejtohet tregut në kuptimin e cilësisë së sigurisë së madrave, por kishte edhe modele më agresive, që ishin modele që merreshin më tepër me monitorimin dhe penalizimin e abuzimeve që ndodhin në treg në raport me shërbimet dhe madrat që i ofrohen konsumatorit. Për Shqipërinë, ekspertët dhe unë bashkë me të ram dakord që duhet të krijohen një model që të kishte 2 komponentët në harmoni, pra të merreshim edhe me edukimin e konsumatorit, por njëkohësisht edhe me monitorimin e vazhdimësisë të tregut, shërbimit dhe të madrave. Pra, 2 shtyllat kryesore mbi të cilat u krijua kjo agjenci janë: shtylla e parë, komunikimi i drejtë për drejtë dhe i vazhdueshëm me konsumatorin. Pra, një departament do të merret vetëm me pritjen e ankesave, sugjerimeve, vërejtjeve konsumatorëve. Konsumatorët do kenë mundësi këtë ta bëjnë me 3 mënyra të mundshme: me paraqitjen direkt në një nga sportelet e bashkisë, ku do plotësojnë një formular apo stafat të përgatitur për të paraqitur ankesat, sugjerimet, vërejtjet për cilësinë e dobët, për abuzimet, me cilësinë, sigurinë e madrave apo me abuzimet e çmimeve, që për hir të vërtetës nuk janë të pakta deri tash në Tiranë. E dyta, mund ta bëjnë këto online nëpërmjet një siti dedikuar, pra dhe nga shtëpia, nëpërmjet internetit, mund të paraqesin në një sit dedikuar të bashkisë vërejtjet, sugjerimet, ankesat që kanë për abuzimet, për cilësinë apo sigurinë e pamjaftueshme madhare shërbime, dhe mund ta bëjnë nëpërmjet një linje të dedikuar që do të jetë 24 orë në dispozicion të konsumatorit. Mbasi konsumatori do ta bëjë ditur shqetësimin e tij, do të ketë një zyrë e cila do të bëjë verifikimin se sa qëndron ankesa. Dhe menjëherë pastaj janë departamentet teknik që janë pjesa tjetër e shtyllës, të cilët do të merren në mënyrë konkrete për të korrigjuar dhe për të penalizuar natyrisht abuzuesin me këto lloj shërbimesh. Që është vërteta, edhe pa u krijuar agjencia, ne kemi pasur një mori
vërejtjesh ankesash nga konsumatorët të natyrave të ndryshme, që kanë bëjmë me sigurinë, cilësinë e ushqimeve, treggjeve dhe deri me abuzimet financiare. Për shembull, një rast tipik një abuzimi financiar që unë mund të u bëj me dini, ka qenë që nga disa ankesa që kemi pasur nga konsumatorët ka rezultuar që çmimi i ngarkuar në faturë në dalje në supermarkete është më i lartë nga shumatori e çmimeve të shpallura. Pra padrejtisht konsumatorët i ngarkoheshin më shumë. Ne nuk ta lëmë këtë punë, nëpërmjet strukturave të agjencisë neve do të evidentojmë këto raste të shkeljes së abuzimit dhe do të ndërhyjmë fuqimisht, fillimisht duke paralajmëruar dhe pastaj duke marrë sanksione masa që sipas drejtave që na njeh ligji. Jo vetëm kaq, por nuk lejojmë natyrisht edhe abuzime me ulje fiktive që shpallen shpeshherë nga dyqane, nga njësi tregtare, ku shpallet supozojmë 50% reduktim apo dhe 80% reduktim dhe që realisht nuk reflektohet pastaj kur konsumatori paraqitet për të blerë mallin. Kjo strukturë është funksionale aktualisht në të gjitha këta komponentë që ju përmendët? Ju dini që Këshilli Bashkiak miratoi sepse që një strukturë bëhet operative, nuk mjafton që të dalë e miratuar nga grupet e punës, po duhet bërë efektive mbasi të merret miratimi nga Këshilli Bashkiak. Dhe kjo ka ndodhur para 2 javësh. Që nga ky moment struktura mund të konsiderohet operacionale. Ka një moment në këtë mes, struktura trashëgon, pra, si thuash, strukturat aktuale të Bashkisë Tiranës, që është vërteta çështjet e konsumatorit nuk është se nuk kanë qenë trajtuar brenda Bashkisë Tiranës, por kanë qenë të trajtuar në departamentet e drejtorit ndryshëm. Tashmë janë në një çati administrative dhe ne mendojmë që struktura ka filluar të jetë funksionale, ka filluar të ndihet në treg, inspektorët. Pra në terren janë inspektorët që merren me monitorimin e tregjeve, cilësisë, sigurisë së shërbimeve, inspektorët që merren me çështjen e kontrollit të abuzimit në fushën e çmimeve dhe natyrisht me kapacitet të plot operativ, agjencia do të hyjë kur neve të kalojmë buxhetin për vitin e ardhshëm, pasi një pjesë e madhe e strukturave janë ngritur në funksion edhe të buxhetit të ri që do të miratohet, por kjo nuk do të jetë e vonë, sepse buxheti pritet të kalojë brenda këtij viti. E qartë, unë dalem gjërësisht këtu dhe sigurisht kjo ishte një pjesë shumë e rëndësishme atyre objektivave të realizuara në një 100 ditë. Çfarë dështoni tjetër nga ato objektiva të bëra publik? Politika fiskale. Politika fiskale ka qenë, domethënë, ju e dini që vizioni i kryetarit Bashë ka qenë i tillë që ne të kryenim një reformë të plot fiskale në çështjen e marrëdhënieve që kemi me biznesin. Ne i përmbajemi devizës tonë, praktikisht, si koalicion, që ne jemi për zgjerimin e bazës së tatim paguesve dhe për reduktimin e numrit të taksave edhe të disa tarifave. Dhe kjo ndodhi praktikisht në Këshillin Bashkiak, ne patëm si fillim reduktimin e 60 taksave dhe tatimeve në ngarkim të bizneseve. E mendoj që kjo do të japë një stimul aktivizimit të bizneseve, hapit biznese të reja, sepse praktikisht bara e rënd fiskale i penalizonte këto, dhe njëkohësisht ne do kërkojmë të zgjerojmë bazën e tatim paguesve, sepse dikush mund të thotë, përderisa ju reduktoni numrin e taksave, atëherë ku do gjenerojnë të ardhur. Ne kemi filozofinë që duke zgjeruar bazën e tatim paguesve, natyrisht me incentiva, pra me taksa të përballueshme, ke parasysh jemi edhe në një situatë krize europiane, përgjithsisht. Kështu që një politikë fiskale e zhdërvjellët, e lehtësuar me një zgjerim base në këndvështrimin tim do t'i shërbente gjallërimit të biznesit, veçanërisht biznesit të vogël dhe të mesëm. Dhe kjo ka qenë tjetër një premtim i realizuar i kryetarit Basha. Një avancim spektakular do thoya është bërë në fushën. Tu ka pasur përgjithësisht vërtet shumë skeptik, po tash e vunë re që praktikisht çështja e hipotekimit të apartamenteve është në rrugë të realizimit të plot dhe ka filluar praktikisht, ka përfunduar procesi i regjistrimit, është zhbllokuar çështja e zhbllokimit të leveve të shfrytëzimit, që ishte një pengesë e madhe në procesin e hipotekimit përfundimtar dhe besoj tash janë gati që qindja e parë e apartamenteve të shkojë drejt hipotekimit dhe ky proces do të finalizohet sipas objektivave që kemi vënë shumë shpejt dhe
Dhe ajo që është, jo, në muajin dhjetor na kemi thënë që do të filloj procesi i shpërndarjes hipotekave. Nuk mund mbaroj në totale. Ju dini që treqerku i apartamenteve në Tiranë ka qenë i pa hipotekuar, por ne jemi të vendosur që në mesin e mandatit ton ta përfundojmë këtë. Dhe kjo do shliroj një vlera të pallogaritshme të aseteve, sepse një apartament i hipotekuar, atëherë futet në treg, shitet, blihet dhe pra këto vlera të ndryllura të aseteve tashmë do të shlirohen dhe do të futet llogaritet që në qarkullim financiar të futet afërsisht rreth 1 miliard euro vlera të ndryllura nga pamundësia e hipotekimit të këtyre. Nga ana tjetër, pastaj kjo do të jetë dhe një e mirë për bashkinë në kuptimin e aplikimit të një politike fiskale me apartamentet e regjistruar. Kjo është normale, se kjo ndodh në gjithë vendet europiane dhe do krijohet pra dhe një partneritet dhe një klimë e shëndetshme pastaj marrëdhëniesh me këto subjekte të regjistruar. Pra besoni që në 2013 i gjithë procesi i hipotekimit pallateve në kryeqytet merr fund. Pra thatë gjysma e parë mandatit. Do t'i përmbajti premtimi, sepse kjo është një diçka e menduar dhe programuar shumë mirë. Ju e dini që unë shkruaj edhe një akt marrëveshje me dy ministrit e linjës, me Ministrinë e Drejtësisë, Ministrinë e Transporteve, pikërisht sepse ata janë aktorë të rëndësishëm të këtij procesi dhe kjo është një veprim shumë smart, shumë i zgjuar nga ana e zotit Basha për të krijuar dhe një bazë të gjerë që gjithë ky sistem të futet në kanalet që duhet të futet. Kjo është një tjetër premtim i realizuar nga zoti Basha. Natyrisht ka dhe shumë probleme të tjera të cilat kanë marrë drejtim dhe që janë drejt konkretizimit. Bashkia natyrisht është një ndërmarrje zakonisht e madhe. Ju dini, problemet në Tiranë janë të shumta, por ne jemi të vendosur për t'i përballuar ashtu siç duhet. Ju dini që zoti Basha ju përmbajt edhe premtimit pritshmërisë që kishin qytetarët për zhbllokimin e sheshit. Sheshi tashmë ka marrë një pamje të cilën ai ka merituar prej kohësh. Ne rivendosëm qarkullimin, sepse ne mendonim që sheshi ishte një tromb bllokues në jetën sociale dhe ekonomike të vendit. Ju e dini se çfarë stresi krijonte një shes i bllokuar nga një grumbullim materialesh ndërtimore dhe ishte një stres për qarkullimin, stres për qytetarët, stres për bizneset, sepse humbeshe kohë e jashtëzakonshme për të shkuar në destinacion, qoftë nga qytetarët, qoftë nga bizneset, qoftë nga shërbimet e emergjencës, urgjencat, policia e tjerë, nga si rezultati i bllokimit të sheshit. Pra ne zoti Basha ishte vendosur për ta zhbllokuar sheshin, jo vetëm zhbllokoi, po e transformoi tashmë në një shesh shumë dinjitoz kur ekzistojnë në harmoni të plot korsit për qarkullimin automite, korsit tashmë të gjera për lëvizjet e këmbësorëve, korsit të dedikuara për biçikletat. Dhe tashmë ju shikoni që ka një dimension jashtëzakonisht gjelbër të sheshit. Ju shikoni se sa e madhe është hapësira e gjelbër për sheshit. Akoma kjo nuk është finalizuar, por besoj se shumë shpejt në muajt e ardhshëm deri në fund dhjetor ju shikoni që do të përfundoj komplet gjelbërimi i sheshit me pemë dekorative, me barë dhe do të jetë vërtet një kënaqësi për qytetarët e Tiranës për të lëvizur në këtë shesh, po kështu dhe për automjetet. Po i sheshi është vetëm fillimi i një ideje madhore të Bashkisë Tiranë dhe personalisht zotit Basha për të ndërtuar një kompleks investimesh, që nuk fillon vetëm me sheshi është vetëm fillimi, po do shtrihet pastaj me bulevardin e ri, që do të shkojë deri në Paskuqan, deri ke stacioni i trenit në Paskuqan, do të japi një fizionomi dhe një frymëmarrje shumë më të gjerë, si thua sheshit dhe bulevardit që do ta pasoj si ndërtim. Nga ana tjetër mos harroni një diçka që po avancohet në mënyrë spektakolare dhe brenda 6 muajit të vitit që vjen do të përfundojë Unaza e Tiranës, e cila do të jetë një shfryrje e paparë për trafikun në kryeqytet, pra një pjesë e trafikut do të devijohet në Unazën e Madhe të Tiranës, gjë që do të bëjë të mundur që të rritet fluiditeti, rrjedhshmëria e shërbimeve, e lëvizjes qytetarëve. Dhe pse jo, nuk përjashtohet mundësia që me këto ndërhyrje ndoshta të rishikohet në një perspektivë edhe të largët që të transformohet sheshi edhe në zonë pedonale, po kjo do të jetë dinamik e zhvillimeve të ardhshëm për të parë, por fakti që u rivendos qarkullimi ishte e vetmja zgjidhje
për momentin. Neve nuk mund të lejonim vetes për momentin luksin që ta transformonin sheshin tërësisht në zonë pedonale, përderisa ne nuk krijonim alternativë për trafikun, sepse natyrisht dëshira e gjithëve është që kjo të jetë një zonë pedonale, është një shesh historik, por kjo nuk është gjithë realiste për momentin. Përsa kohë që nuk e krijuar alternativa të tjera lëvizje për qytetarët, për shërbimet, për mallrat, për transportet, siç do të jetë Unaza e Madhe dhe shumë ndërhyrje në infrastrukturë që janë pjesë dhe e planit urbanistik të Tiranës, i cili ju e dini është në proces dhe që përbën një nga objektivat e rëndësishme të Bashkisë Tiranës. Ju e dini që tashmë zoti Basha në mënyrë intensive po punon për finalizimin e planit të ri urbanistik të Tiranës. Është vënë dhe një deadline, një afat. Tashmë janë krijuar dy grupe, grupi strategjik dhe grupi teknik, të cilët po punojnë paralelisht në mënyrë intensive për Tiranën. Po punohet me vizion, po punohet për Tiranën mbas 20, mbas 30 vjetësh, sepse ky është thelbi i planit urbanistik. Që më tepër që ju e dini që Tirana po rritet me një ritëm vjetor për 2%. Kjo do të thotë që mbas 15 vjetësh kryeteti do arrijë në 1.200.000 veta. Pra Tirana në mënyrë sistematike duhet të rishikojë kufijtë e saj administrative. Pra duhet të shikojnë më tepër hapësira publike, hapësira të gjelbra, hapësira lëvizje për bizneset, për banorët, për ndërtimet, dhe kjo natyrisht do bërë duke i riparë të kufijtë administrative edhe në kurrizat komunave. Për secilin nga këta pjesë dhe sektor që ju përmendët kam nga një pyetje, do të filloja po me sheshin. Çfarë do thotë plan jo përfundimtar, pra për sheshin Skënderbej? Pra, ndërhyrja edhe një herë në sheshin Skënderbej është detyrimisht i varur nga ndërtimi i Unazës së Madhe dhe infrastrukturës në rrethinat e Tiranës për hapjen e retrospektiv të historisë së sheshit. Ju dini që ka pasur plan francez, plan belge, këto gjithë plan zviceran e tjera. Jo, e dyta, unë kam pasur përshtypjen tash po flas jo vetëm nga ky pozicion, po flas si qytetar. Perceptimin që unë kam pasur si qytetar pa ardhur akoma në pozicionin e vendës kryetarit të bashkisë. Unë si qytetar i Tiranës nuk e kam pasur realisht idenë se çfarë po ndodhte në qendër. Dhe ç'është e vërteta, nuk është bërë ndonjëherë transparencë në nivel të qytetarit se kush janë realisht planet për rehabilitimin e sheshit. Ç'është e vërteta në mes atëherë pa që ndërtuar një si punë kioske, kur presupozohej të kishin ca makete, por që realisht nuk u frekuentua fare. Dhe mua më kujtohet atëherë që edhe punimet në shesh u bën shumë të nxituara. Dhe unë kam pasur përshtypjen që bashkia e mëparshme, administracia nuk ka qenë e përgatitur për të filluar punimet në mënyrën se si filloi. Ju kujtohet në atë kohë kryeministri Berisha vendosi thjesht për të lehtësuar trafikun, nga që sheshi kishte shumë gropa, për të hedhur një shtresë asfalt. Në mënyrë reaktive, bashkia dhe pa qenë fare e papërgatitur, duke menduar ndoshta që zoti Berisha do merrte në një kapital politik se po i afroheshim zgjedhjeve, futi makineritë këtu, pra e bllokoi sheshin, dhe pa qenë realisht e përgatitur për të implementuar atë plan apo atë projekt që duhej të implementuar. Dhe kjo situatë u fut në një farë ngërçi, filluan punimet, u bllokuan. Në atë kohë ki parasysh ishte edhe çështja që po përgatiteshin po të futur në prag të zgjedhjeve, dhe këtu pastaj u krijua situatë që u krijua. Në këtë kushte çfarë do bënte zoti Basha? Zoti Basha duhet ta nxirrte këtë shesh nga impasi, përpara se të mendosh për një zgjidhje definitive. Se kjo është një situatë realiste. Në radhë parë çfarë kërkonin qytetarët e Tiranës? Qytetarët e Tiranës kërkonin të dilnin nga ky ngërç. Ne kemi pasur njerëz gjithmonë ankoshin kur do ta largoni këtë grumbull inertësh kaotike që na pengojnë etj. Kështu që kjo ishte një sfidë menjëhershme dhe për mendimin tim ju dha një zgjidhje shumë racionale, shumë dinjitoze. Ju shikoni vetë, nuk ka nevojë unë të bëj avokatin e sheshit. Shikoni një shesh me parametra europian ku ndodhen harmoni hapësirat për lëvizjet e qytetarëve, të biçikletave, të automjeteve dhe me hapësirat e gjelbra. Pse është provizor kjo? Është provizor për arsye sepse është vërtet provizor. Unë e thash që kjo do të jetë pjesë e një investimi dhe një kompleksi që do të vazhdojë me bulevardin e ri dhe natyrisht do të shikohet edhe punimet nën tokë. Aty janë bërë investime dhe unë ju garantoj qytetarët e Tiranës që nuk janë investime të humbura, absolutisht jo. Pse mos mendoj dikush që ato janë kanalizime, janë rrjete, ujësillësh, linjash të tjerë. Por që natyrisht duhen ripar për të sjellë në parametrat që duhen dhe për ta parë pastaj edhe në kuptimin e rrugës një balancë midis punimeve toksore me punimet mbi toksore. Po kjo është një diçka që po vazhdon.
Përmendet më lartë zjerimin e parkut e liçenit artificial. Do të gjykoj që është paksa e kufizuar ky zgjerim, kam parasysh edhe fluksin e madh të ndërtimeve në disa anë që rrethojnë këtë park. Çfarë do bëhet me shumë. Në të parë unë fola për një vizion pak më përpara, por tani ne kemi disa probleme emergjente atyre përpara se të kalojnë tek zhvillimi në perspektivë i parkut edhe si pjesë e kompleksit me komunën e Farkës e tjerë. Në të parë ju besoj keni qenë dëshmitar të faktit që parku kishte degraduar në një pikë gati irreversibël, të pakthyeshme, për arsye sepse si rezultati i shkarkimit pas një lloj kriteri të ujëra të zeza nga apartamentet e banimit, por dhe nga bizneset që funksionojnë brenda parkut, ka biznese që funksionojnë brenda parkut, edhe shkolla e tjerë, ku ujërat e zeza në mënyrë të pa diskriminuar shkarkohen në liçen, duke rritur shumë ngarkesë me fekale dhe me ngarkesë bakteriale të liçenit. Plus një pjesë e firmave inertet mbathnin liçenin duke rritur shumë tabanin e tij dhe liçeni është kthyer në insektin tash, praktikisht. Nga ana tjetër, liçeni si rezultat i ndërhyrjeve pa kriter kanë ndërprer komunikimin me liçenin e Farkës. Liçeni i Farkës është kontribuesi kryesor i liçenit artificialit në kuptimin e rrugës balancës hidrike. Pra, praktikisht ndotja e madhe dhe mos furnizimi nga liçeni i Farkës me oksigjenin e nevojshëm dhe me ujin që duhet qarkullojë, çoi në shkatrimin e jetës ujore të liçenit. Ka ngordhje masive të peshqve, pothuajse kemi shfarosje të plotë. Detyra jone e parë edhe emergjente ishte në radhë parë të ndalonim me çdo kusht shkarkimet e pa kontrolluara të ujërave të zeza dhe të inerteve. Dhe një grup nga detyrat përkatëse ka kontaktuar të gjithë biznese dhe fillimisht u la aty rafat për të bërë ndërhyrje e nevojshme devijuese të kanalizimeve të ujërave të zeza. Mbas periudhës 2 javore, ne pëm sërish kontroll, ata që kishin reflektuar, ata që kishin reflektuar, ne kemi vulosur me beton kanalet, sepse ne nuk mund t'i futemi në rehabilitimin e liçenit pa qenë sigurt që janë ndërprer në mënyrë definitive shkarkimet të ujëve të zeza dhe mbathja me inerte. Pastaj vjen faza e dytë e rehabilitimit të ujit të liçenit, se është ujë i ndotur. Këtu ne jemi duke diskutuar seriozisht me aktorë të fushës, me donatorë, për mënyrat më të mira të rehabilitimit. Pra, do bëhet pastrimi i ujit, do të thithet me pompa, do kalojnë nëpër filtra, nëpërmjet sistemeve dhe teknologjive përkatëse që bëjnë pastrimin dhe rifutjen e tij, apo në një opsion më radikal, që ndoshta mund të bëjmë me zbrazjen e liçenit, thellimin e tij, sepse tabani i tij është ngritur nga mbushjet me inet, rimbushjen e tij dhe ripopullimin e tij pastaj edhe me peshq, me botë ujore. Megjithatë këto do ta vendosin ekspertët. Por në radhë parë ne jemi në fazën e parë të ndaljes së shkarkimit të ujërave të zeza. Pastaj në vitin që vjen do të shikojmë me ekspertë të fushës, natyrisht kërkohet edhe një impenjim financiar, do kërkohen edhe projekte të cilët do bëjnë të mundur pastrimin e ujërave të liçenit. Në mënyrë më imediate ne tashti kemi problemin e digës. Ju e dini që diga e liçenit ka pasur një defekt, gjë që shkaktoi edhe përmbytjen dhe normalisht ajo nuk mbyllet deri në fund dhe pjesa fundore është zënë provizorisht me thas, me inerte, në mënyrë që të pengohet. Ajo kërkon tashmë ndërhyrje, pra që të realizohet mbyllje, riparimi, për këtë ne kemi marrë angazhim. Dhe njëkohësisht edhe kanali shkarkuesi i digës. Kanali shkarkuesi i digës në një pjesë të tij është i ngushtuar nga ndërtime abuzive dhe rrjedhimisht shkarkimi i digës që duhet të jetë rreth 0.7 metra kub në sekond, aktualisht është ke 0.3 metra kub në sekond. Prandaj përmbytet zona ke komuna Parisit, nga që ka ngushtim. Dhe ajo është në vëmendjen tonë për të bërë zgjerimin në mënyrë që shkarkimi të arrijë në parametrat teknike e kërkuar, që ujërat, ajo zonë nuk mbledh vetëm mbledh ujëra nga është zonë duke qenë pak e futur si grop, mbledh dhe ujërat që vinë e shirave që vinë nga shumë pika dhe kërkon natyrisht dhe një kapacitet absorbues relativisht lartë në mënyrë që të evitojnë përmbysjet. Ndërtimi i disa veprave të Tiranës, siç janë Unaza e Madhe apo objektive që ju keni vendosur, sigurisht që janë edhe një mundësi e mirë për rritjen e numrit të punësuarve.
ku tjetër mund të investohet për të rritur, është një premtim, për të rritur numrin e punësuarve? Zoti Basha ka këtë vizion për çështjen e punësimit. Janë dy kanale punësimi, në radhë të parë veprat publike, pra Bashkia e Tiranës nëpërmjet investimeve të saj ose nëpërmjet investimeve donatorëve do të krijojë shanse punësimi për komunitetin e qytetit, po unë mendoj që burimi kryesor është partneriteti me private, me biznesin privat. Natyrisht do ta bëjnë nëpërmjet incentivave. Zoti Basha ka shprehur për të gjitha ato bizneset të cilët do të krijojnë vende pune për qytetarët e Tiranës do të punësojnë, do të kenë lehtësira edhe deri në moratorium fiskal, domethënë kjo është një premtim i bërë. Pra ne do të stimulojmë të gjitha ato bizneset të cilët punësojnë qytetarët e Tiranës dhe këto janë dy mënyrat më efikase që për të realizuar objektivin e kryetarit Basha për të siguruar mundësi punësimi për banorët e qytetit. Veçanërisht rinia është në fokusin në prioritetet tona. Të rinjtë duhet të krijohen mundësi oportunitete për të përfshirë në tregun e punës. Edhe për të rinjtë natyrisht ka programe të posaçme. Ju e dini që zoti Bashka bëri një nismë, studentët më të mirë të Universitetit të Tiranës u krijoi një shans për të bërë një stazh që varion nga 3 deri në 6 muaj me një pagesë. Dhe natyrisht në përfundim të këtij stazhi do shikohet pastaj edhe mundësia e punësimit definitiv të studentëve më të talentuar dhe kjo është një tjetër premtim i mbajtur i zotit Basha. Të gjitha këta vendime dhe objektive që do të kalohen nga Këshilli Bashkiak, aty ku ka dhe përplasjet më të mëdha dhe debatet. Sigurisht debati ndihmon për të dhënë dhe zgjidhje, por është parë si shumë politike e gjitha përplasja veçanërisht me këshilltarët e majt, shpesh ka degeneruar dhe në akuza. Kam parasysh edhe kundër deklaratën ndaj zotit Basha të zotit Dalipi, i cili cilësoi dështim. Në fakt, çfarë po bëhet dhe si po punohet për të gjetur një marrëveshje ose një konsensus me këshilltarët? Komenti juaj, si e vlerësoni këtë bashkëpunim në Këshill Bashkiak? Që pa debat nuk ka jetë këshilli. Dhe normalisht pa debat, po thjesht me majorancën e kartonave, padyshim realizon një objektiv tëndin, por ky objektiv nuk është i plot, po që se ky nuk i nënshtrohet debatit dhe diskutimit me opozitën, e cila është një pjesë shumë e rëndësishme, vitale, jetësore e Këshillit Bashkiak. Dhe unë kam dashur dhe insistuar që në fillim që kolegët tonë të SMAJT-ës, të Partisë Socialiste, të jenë të pranishëm të përfshirë në debat, se ne shikojmë këtë si një kontribut konstruktiv në përmirësimin e të gjitha akteve normative për cilat neve kërkojmë miratim nga Këshilli Bashkiak. Për ishtë vërtet në fillim kjo nuk ndodhi dhe si problemi u fut në një impas në këndvështrimin tim dhe të kotë dhe emotiv, ngarkuar shumë e tension karakterit partijak dhe me thënë drejtë nuk u bën shumë veprime të mençura. Unë nuk dua të komentoj sepse është e drejtë ekskluzive e opozitës të veprojë ashtu siç duhet. Këndvështrimin tim disa nga veprime nuk janë shumë smart, nuk janë të mençura dhe ishin edhe kundërproduktive, sepse vëre që ka një ndryshim pozicioni, që u reflektua edhe në Këshillin e fundit të Bashkiak, ku këshilltarët e Partisë Socialiste ishin prezent, ushtruan kompetencën e mandatit tyre për diskutuar për gjitha aktet normative që kaluan për miratim. Disa i votuan, disa abstenuan, disa nuk i votuan, por kjo është normale. Kjo është demokracia. Aty ku ata menduan që argumentat e paraqitura nga majoranca e cila propozon këto ishin relevante, edhe i mbështetën. Pra u votuan, ka pasur akte normative që morën konsensus plot nga e majta dhe nga e djatha. Ka pasur akte normative të cilat ata preferuan që të abstenonin, natyrisht dhe votuan kundër, në brenda drejtës tyre. Kjo është klima që unë dëshiroj të shikoj. Dhe kjo është klima që unë mendoj që duhet jetë vazhdimsi në Këshillin e Bashkiak, sepse Këshilli Bashkiak është këshilli qytetarëve. Këshilli Bashkiak i shërben qytetit. Qyteti takon dhe të majtët e djathtëve. Dhe nuk mund të mbahet peng me largime, me pengime, me obstruksionizëm. Dhe unë mendoj që kjo klimë duhet ndryshojë një herë e përgjithmonë, jo vetëm në nivel lokal, po në nivel qendror. Si keni bashkëpunimet me mini bashkit në kryeqytet, në ç'nivel nivel dhe në kuadër të decentralizimit të përmendur shpesh? Periodike, biles për këtë ju mund të pyesni vetë kryetarët e mini bashkive, sepse ata do të ishin më në gjendje se sa unë për treguar se si është klima e marrëdhënieve. Por në mënyrë sistematike ne kemi
kontakte dhe takimet vazhdueshme me kryetarët e i ftojmë ata që të kontribuojnë me projekt propozime, me projekte të gatshme, për të bërë pjesë e përfitimeve që do të marrin nga buxheti i bashkisë, por dhe nga grantet e nga burimet e tjera të financimeve që vinë. Ne kemi pasur disa takime ku kemi kërkuar që ata të paraqisin projekte dhe mini bashkitë kanë paraqitur projekte të gatshme dhe projekte në trajtën e propozimit, të cilët natyrisht do të jenë prioritete për të financuar nëpërmjet granteve, financimeve. Dhe kompetencat që ata do të kenë në administrimin e territorit do të jenë shumë më të mëdha. Jo do të sugjeroja që të kontaktoni të pyesni vetë që të mos mbetet kjo vetëm një gjykim i njëanshëm nga ana ime. Të falenderoj që ishit pjesë kësaj hapësire televizive. Faleminderit dhe ju për intervistën.